E kuptoni çfarë bëhet? Ky personazhi, që nuk gjykohet, që ka një dosje për masakrën e Peshkëpisë, që shpëton me procedurë, ky personazhi, që fshihet në Parlamentin Evropian, publikon sot fotografi të fantazmës së Vorjo Epirit. Shikoni publikimin e tij në fotografinë e parë. Kujton momente të tilla ekstreme kundër popullit shqiptar. E kuptoni ku ka arritur provokimin ndaj shqiptarëve? Nën këto simbole, e pas kësaj thirrje në 1914, lexojnë me kujdes, u shkrumbuan Kolonja, Përmeti, Tepelena, Këlcyra, Laberia, Skrapari, Delvina, Devolli, Borshi e fshatra në të gjithë këtë hapësirë. Janë ekzekutuar patriot në Korçë, Gjirokastër e Deliberat e kudo, luftuan çetat shqiptare kudo. Poshtë po ju bashkëngjis Tepelenën, Leskovikun, Hormovën, Emeradh, si mbetën pikërisht pas sulmeve që reklamon ekstremisti Beleri. Mira shqiptar u vran, mira. Kush nuk i beson këto të vëna, let lexoj Kosta Papatomorin, Sotir Dhosi Treskën, Sevasti Qiriazin, Kristo Dakon, Seifi Vormasin, Mithat Frashërin, Nikola Lakon, Edith Durham, Aubry Herbert. Të gjithë kanë lënë pas dëshmi tronditëse për 1914. Kujeo Çerçis Topulli, Sali Vranishti e Selam Musai, Mihal Grameno, At Stath Melani, Sali Butka, Ahmet Lepenica e Servet Zaloshnja, Lace Baçka, Sulo Beqiri, Halil Sullo, Hasan Gjiku e shumë trima të tjerë. Ku jeni o bura që luftuat në atë kohë të vështirë të 1914? Si mund të heshtin autoritetet? Kjo është një thirrje e hapur kundër tërësisë territoriale të shtetit shqiptar. Rihapni dosjen, rihapni hetimin për Peshkëpinë, shkojini deri në fund. Rihapni dosjen që po këllthet nga viti 1994. Shpirti i Fatmir Shehut e Arsen Gjinit kërkon drejtësi. Drejtësia duhet të reagojë, duhet reagim për të hetuar masakrën e Peshkëpisë deri në fund. Faktet janë, heshtja është e pafalshme.